Pyetje më shumti që mu ka bon deri tash ka qenë rreth ndrusit shpejtësive, pra që thojmë na në Kosovë menjaqit. A i ndrohet ulja e menjaqit, më varet të cili menjaq jetu i folë ose ndrusi shpejtësive. Pra, nëse e ki automatik, nuk do me thënë që e ki automatik edhe pa tjetër dush me ndru, më varet të cili, pra, ju shpjegoj paka shumë. Ata çka janë me lamela mrena në vaj, atyve duhet me ndru edhe pa tjetër për punë që me pastru atë lamin nule që ka është me nxerr jashtë që mos mi hi mrena në kanalet e vajit. Ata që ka janë me dupull lamel, për shembull, kom pas shumë pyetje që më kanë thënë, kom Golf 7 automatika duhet me ndru vaj. Nuk e di una duhet, nuk e di çfarë ndrusit shpejtësive e kia, me dupull lamel që nuk kanë të bëj me ule, apo aki me shumë lamella që i kanë mrena në ule. Nëse i kanë mrena në ule, duhet me ndru. Nëse nuk i kanë mrena në ule, nuk ki nevojë me ndru vajin. Mundesh me ndru atë vajin që e ka 1 litër këtu përpara te Megatronika, ato mundesh me ndru veç kështu për qef me ja pastru Megatronikën, por ndryshe nuk ki nevojë me ndru. Pyetjet që mi bënin privat, po mundora me jo përgjigj, po janë do pyetje që edhe nuk po duhet me jo përgjigj, për shembull, do pyetje shumë pa lidhje. Kom një herë më ka dhënë drita motorit, sa mohat me ndresh. As nuk e di çfarë ke reki, as nuk e di pse ta ka dhëz, as nuk e di ku jeton, as do më thënë veç hajtë e ke shkru një mesazh që të më shtresu mu edhe kushtë tjetër. Pyetjet që i bëni, përshëndetje, e kom filon keri, filon vitit që ka kilometra defekti, është që ky, jetoj që tu. Pi Kosovës nëse ka mundësi, ma pak se nuk po muj mi u bo zgjidhje ashtu kështu. Nuk po muj. E keni një video, kam ju lënë videon e parë, ato, këshur në qatë video, unë me që ata bashkëpunoj, çka keni defekte, qëni të aj, nëse s'dim me ta zgjedh problemin aj, ndërhymë edhe na pe këtuajt, mundohemi dët bashkë edhe ta zgjedhmi problemin. Pra për Kosovës ju kisha lutë se nuk po muj më ndihmu. Kontaktoni që ata 3 mekanikët që i kum qetë në videon e parë, kam me ju lënë edhe muni me zgjedh problemin. Edhe që deshta me thënë që puna e defektve po kërëm vetë një për defekte, kom që defekt, edhe unë ta tregoj, që kjo është defekti. Nuk ki nevojë të ashtë me më thënë, sa punë merë, unë e po du m'ja bon, ku e ka shtrafin, e qysh, a më duhet liftja në... O shoq, leje punën e mekanikit, leje mekanikit. Nëse muj me të një mu, unë e muj me të thënë, me ndihmu mekanikit tënë, me gjetë defektin. Do më thënë, shkosh dhe mekaniki, më ka thënë një mekanik tjetër që kjo është probleme. A mundesh me këqyra që kjo probleme a ju. Nëse unë të tregoj, nuk do me thënë që tash ti duhesh me ju shkrykeret për fundë dhe me i me bon vetë. Jo, se ti e muller. Ti nuk je mekanik. Që e kerën të mekaniki. Nëse unë po të ndihmoj me gjetë ma let defektin ose me ta bon ma të lirë defektin. Nuk po të thëmë që ti tash ti duhesh me ndresh. Mu ka nxënë partikël filteri, shka duna me i bon. Duhesh me pastru, nëse nuk pastru, duhesh me ndru. Nuk po të thëmë unë me hek ti, se tash ti unë nëse thëmë partikël filteri, ti më thu, a ka shumë punë me heka? Pse duna me të kallëzu, a ka shumë punë a ju? Zduna me të kallëzu, që jetë e mekanika, aje dina ka punë, aje ta po punën, ja jep lekin ditën e mirë. Ti je doktor, ti je muller, ti je pilot ako e di unë shka, leja punën e mekanikit, leja mekanikit. Mos bomi tash ti mi ditë krejt lamita, po kupton? Sikur me hyp udhëtar në aeroplan, ma në po marrë në 10 migra aeroplanit. Ti dojmë pak lamita, po kupton? Unë po mundona me të ndihmu ty, po nuk muj me të ndresh kerën prej në komente. Ti jem të kjartë me që të sene.